Kryeministri Kristian Mickoski preqe deri në fund të javës në Gostivar të lëshohet në përdorim uji teknik, kurse deri në fund të javës së ardhshme uji të jeti sigurt për pije, në qoftë se, siç thot, aktivitetet realizohen në bazë të dinamikës së parapar. Nëse gjithçka shkon siç duhet, meqense janë përfshirë ekipe nga ujësjellësi, shkupit dhe ekspert, pres që deri në fund të kësaj jave ta kemi ujë teknikisht të rregullt në Gostivar. Tani do të fillojmë pastrimin e plotë të sistemit në mënyrë që të marrim ujë që do të ketë nivele normale të klorit dhe që do të jetë i mirë për përdorimin teknik. Plani është që deri në fund të javës së ardhshme ai ujë të jetë i mirë për tu pirë. Ndërkohë për situatën në Gostivar u pyet edhe bashkëkryetari i Vlenit Izet Mexhiti, i cili u kritikua në opinion bashkë me të gjithë kryetarët e partive shqiptare se nuk e kanë vizituar Gostivarin në këtë periudhë të vështirë për ta. Mexhiti u përgjigj se nuk kanë dashur ta politizojnë situatën. Po ndjekim domethënë edhe në qeveri, edhe në institucionet kompetente, po presim analizat e fundit për veprim, pra jemi në shërbim të situatës, kanë qenë persona domethënë kompetent nga qeveria, ka qenë ministrat të resoreve. Do jemi edhe ne, po nuk është nuk kemi dash pra ta ngarkojmë politikisht situatën. Fillimisht pra ta ndihmojmë qytetarët, ta ndihmojmë situatën dhe mandej për të pa përgjegjësi dhe gabimet. I pyetur sa mendon se ka përgjegjësi kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, Mexhiti theksoi se këtë u ale institucioneve kompetente që të vlerësojnë gabimet, lëshimet dhe përgjegjësitë.